Kemi arritur në lidhje me historinë e djemve të shpellës, të momenti kur ata thonë në lidhje me shirkun dhe idhujtarinë, "Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba", e kush është më zullumqar se sa ai që shpif për Allahun e madhëruar gënjeshtra. Në këtë pjesë të ajetit përdoren dy fjalë që përshkruhet me to shpesh herë shirku dhe idhujtaria, dhe është fjala shpifje dhe fjala zullum. Shpifje do të thotë të thuash diçka që nuk ka bazë, të sajosh të shpikësh gjëra që nuk janë të vërteta, dhe kjo në lidhje me shirkun është shumë e qartë, sepse shirku, siç u tha edhe në komentimin e pjesëve të tjera të kësaj sureje, është fjalë që qëndron krejtësisht larg të vërtetës, atë as nuk e kanë përmendur librat e Allahut, dhe po ashtu as profetet e dërguar prej tij, dhe gjithashtu logjika qëndron kundër saj, dhe mbi të gjitha edhe natyra njerëzore e kundërshton atë, sepse Allahu i madhëruar i ka krijuar krijesat e tij me orientim nga vetja e tij dhe jo nga të tjerët. Mbi domethënien e fjalës shpifje ndërtohet edhe fjala tjetër e thënë për shirkun, zullumi i madh që i bëhet Allahut madhëruar. Fjala zullum do të thotë shkelja të drejtave dhe vendosja e gjërave jo në vendin e tyre, dhe cilësohet me të shirku sepse me të shkelet e drejta Allahut madhëruar për të veçuar me adhurime, dhe quhet gjithashtu zullumi i madh sepse është vepra më shëmtuar që mund të bëjë robi kashi Allahut madhëruar. Kur e kanë pyetur profetin ton sallallahu alaihi wasallam se cili është gjunahu më i madh, ka thënë: "En taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak", ti bësh Allahut madhëruar ortak ndërkohë që ai të ka krijuar ty. Allahu i madhëruar është krijuesi, sunduesi, rregullatori i çështjeve të krijesave, e nëse robi pastaj për to adhuron tjetër kënd veç tij, atëherë vendosje më të gabuar se kjo për gjërat nuk ka. Kjo është domethënia e këtyre dy fjalëve me të cilat Allahu i madhëruar e cilëson shirkun dhe idhujtarinë, dhe me këtë rast kuptojmë se pse duhet qëndrojmë larg adeteve të mushrikëve dhe të idhujtarëve, ku bëjnë pjesë edhe festimet e tyre, sepse ata asnjëherë nuk ndahen nga shpifja dhe zullumi në lidhje me Allahun e madhëruar.